Përshëndetje me shok dëshamir vëllezër, kudo që jeni dhe kudo që kaloni. Sot është dita e njëjtë, data 21 maj 2026. Kështu në që po ju tregoj se çka ndodhi para 15 minuta kur isha me një live. Kam duke biseduar shumë mirë. Edhe disa njerëz që njohin mua si Ramadan Reka e dinë se unë gjithmonë jap respekt, jap lumturi, jap dashuri, jam këngëtar, jam poet, jam humorist, edhe ja këto njerëzit, edhe shumë njerëz që më njohin zonën t'japin lavdata në atë live për mua. Unë i falenderoj të gjithë ata që dhanë lavdata, edhe Zoti rujt, Zoti bekoft, sepse mundona që ta bëj më të mirën për njerëzit. Mundona që sa më shumë t'i aproj njerëzit rreth vetës. Nuk di ta lëndoj kanë, nuk di ta pendoj kanë, nuk di ta randoj kanë. Mirë po, çka do me thonë xhelozia? Xhelozia do me thonë është një punë e madhe që ndodhi në atë live, edhe sigurisht në ato bisedat më të mira të bisedue, edhe Melisa, se isha te live i Melisës, edhe Melisa dha do fjalët bukura për mua, edhe njani prej live-it, da unë shefi live-it, aku e diçka, nga xhelozia e madhe, më hudhi poshtë edhe më bllokoi. Melisa në ere dhon ke fjallë ashtë mira të muja sa që lavë drejke. Kur dikura pyti kush e hudhi poshtë Ramadanin dhe kush e bllokoi. Ajo nuk i dike që mu më hodhën poshtë, po në isha tingue që thojnë poshtë. Edhe ai nga xhelozia e madhe, se di që ai s'ka shans, s'ka pjallor, s'ka men, sa ditën, unë në gjumë, kur jam gjumin më të mirë me mbet, unë të përgjigjna. A i s'di, ajo njeri pa shkollë, e ka bo që aty një TikTok, ka një aty, edhe kishe menja, jam dikushi, i hudh njerëzit, i blokon njerëzit. Megjithse, mu më njoshin krejt aty, zënën dikur unë e ndëgjesha pi poshtit, zënën dikur mi bo pyetje pse largove, qysh i largove, ajo është njeri mirë, ajo